Shumë i nderuar zoti Mifti Naim Tërnava, shumë të nderuar të pranishëm zona e zotërisë studios dhe gjithë të pranishëm albanolog të shquar. Jemi sot këtu që ta ndërojmë jetën, veprën dhe mbi gjitha emrin e madh të Ali Efendi Jakupit, të Mulla Ali Jakupit, i cili padyshim që ka dhënë një kontribut shumë të madh për dijen, për studimet islame, për islamin në Kosovë, për islamin në një gjeografi globale. Unë kam pas nderin që për herë të parë të ndëgjoj emrin e tij në mars të 2008-s, kur në një kohë kur ne nuk kishim as diplomaci, as ministri të jashtme, mbahej konferenca për bashkëpunim islamik në Senegal, në Dakar të Senegalit, dhe aty për herë të parë kam takuar një mik të madh të Kosovës, Ekmeledin Ihsanullin. Dhe në një kohë kur ne synonim që të marrëmi sa më shumë mbështetje dhe njohje për shtetin e Kosovës nga vendet arabe muslimane, gjatë një takimi me Ekmeledinin, ai fliste për Mulla Ali Jakupin si njërin prej dietarëve më të mëdhej, si njërin prej njerëzve i cili te Kaj dhe të tjerë në Turqi dhe në Kairo ka pas një ndikim të madh. Dhe unë personalisht, sikur se e tha shumë bukur edhe Miftiu i nderuar, as kisha ndëgjuar dhe isha pjesë një harrese kolektive, të cilën harresë kolektive ne e kishim shtresuar në Kosovë gjatë kohës së komunizmit për një kohë të gjatë. Prej atij momenti të marsit të 2008-s, në biseda me Ekmeledin Ihsanullin, në biseda me Ahmet Davutoglun si kryeminist dhe ministër i jashtëm, po dhe me shumë të tjerë në Turqi dhe në Kairo, e kam pas nderin që të ndëgjoj për mësimet, për idetë, për pikpamjet, të cilat i ka ofruar Ali Efendi Jakupi. Dhe dua që ta përgëzoj Miftiun, Fakultetin e Studimeve Islame, Basinë Islame, që keni vendosur që përmes kësaj turieze shkencore vërtet ta ndriçoni jetën dhe veprën e tij, si dikush i cili jo një herë, po mbi 5-6 herë ka qëndruar në Universitetin Al-Azharit. Kam takuar drejtuese Al-Azharit, kam takuar mifti dhe imam dhe dietar me ndikim në Kairo, po në pjesë tjera të botës islame, shpesh me ka ndodhur që të përmendet, të çmohet, të vlerësohet roli i Mulla Ali Jakupit. Dhe gjatë punës tij në Kairo, sa ka punuar në bibliotekën e Kairos dhe si dietar dhe si studios, por gjatë punës së tij si një dietar i cili ka bërë përpjekjet që në çdo nivel të përcjell dijen mbi islamin. Dhe mbi gjitha ka mbet çdo herë i fascinuar për rolin që ka pas në Turqi. Dhe sot me simpati të veçantë shoh atasheun e ambasadës turke, një shtetit mik, i cili e mbështet Kosovën dhe i cili padyshim që mund të reflekton dhe thotë edhe më shumë. Pse unë shoh të rëndësishme organizimin e kësaj turieze, botimin e biografisë së tij, kam pas mundësinë që ta lexoj, të shoh shkrimet që i kanë bërë të tjerë për jetën dhe për veprën e Mulla Ali Jakupit. Mendoj që në një kohë ku bota është edhe më e vogël, ku jemi edhe më të ndërlidhur me njëri tjetrin, ne kemi nevojë që Ali Jakupin ta shohim si një model frymëzimi dhe inspirimi
me që unë e shoh ata si një diplomat, dhe kështu e kanë cilësuar të tjerët, si një ambasador, në një kohë kur Kosova s'ka pas as politik të jashtëm, as diplomasi. Prandaj, lavdi jetës dhe veprës së Mulla Ali Jakupit, përgëzimet më të mira për organizimin e kësaj konference, dhe shpresoj që jo vetëm kjo tresë, po mbi gjitha studios të ri do të ndjekin rrugën e tij, do të ndjekin gjurmët e tij, se nëse Mulla Ali Jakupi i ka shërby sa identitetit fetar, paqe dhe kombëtar, sot duhet ne të gjithë në çdo pozitë që kemi që të shërbejmë realitetit të shtetit të pavarur të Kosovës. Lavdi jetës dhe veprës së Mulla Ali Jakupit.